Andaj, Kurani tha, elem je'ni lilledhine en takhsha kulubuhum min dhikrillah. As ka arë momenti, tash, as është momenti, që ju, duke përkujtu Allahun, me kultivu frikë ndaj Zotit, me zbut zemrat e juve. Do thot, është një moment tash, ibadet, 4 anë, madhrim të Allahut sa dush, falje, namaz, do thot, respekt, frikë respekt ndaj Allahut, gjithë shka i kemi, dhe tash është momenti, thot, që ju zemrat e juve t'ju zbutën edhe t'ken frikë ndaj Allahut fuqiplot. Është interesant kja jetë, vëllazër. Ka qenë një prej personave që më vonë në botë djetarë shumë i madhë në Islam, Fudail ibn Iyad, thot, para se më konë djetarë, para se me kap librin, rrugën e dijes, studimin, leximin, thot, ka qenë një hajdut i madhë. E kish pa zanat me vjedhë. Edhe thot, skalon, thot, shpi, thot, pahi për mjavlia dhe me vjedhë, në atë kohë. Shtu të regohet në gjarja ti. Edhe thot, njëherë, thot, hinë, thot, me një shtëpi, edhe thot, e dëgjën këtë ajetin e Kur'anit. As ka arë momenti, as ka arë koha, që mi ju këthi Zotit. Edhe me në uzbut zemrat, edhe me pas frikë Zotin. Tha, kër e dëgjën këtë ajet, thot, tap ndalet. Edhe thot, ja Fudail, o Fudail, thot, ka arë momenti që ti milon këto kriminale, këto vjedhje, këto hajdutllike, këto gjonat këshia, ka arë, thot, momenti milon. Edhe thot, prej atja jetit kuranor, thot, kthehet mbrapa, edhe ja fillon gradualisht mu mor me dije, mu mor me lexim, mu mor me dietar, mu mor me libra. Edhe mandej bëhet prej djetarëve më të mëdhej, do thot që ka pas jurisprudenca islam me fiqh islam, Fudail ibn Iyad. Edhe tash fetfat e tij mirën me të madhe. Prononcimet e tij, deklaratat e tij sot kanë pesh, pse ka arë momenti që u kthi ka Allah xhaleshanuhu. Dhe kjo ajet vlen për të gjithë ne vëllezër, që ne në një moment njëri t'i thot vetes vet, o filan, stop mo për këtëre gjonave. Kthehu se ajo që ka shku e shumëta, dhe kjo që ka mbet e pakta, dhe kjo që është e pakta spako të bëjmë vepra të mira që Allah xhaleshanu të jetë i kënaqur me neve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dhikrin e Allahut, për kujtimin e tij, për pas ajetëve Kur'anit që tha ja eyyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O ju besimtar, kujtoni Allahun shpesh dhe pa enda. Kujtoni Allahun shpesh dhe pa enda. Sa ma shumë të kujtohet Allahu, aq ma të përpikt jemi, aq ma devotshëm jemi, aq ma të pastërt jemi. Nuk i lajmë vend shejtanit me fut vezvesën trupin ton, me fut cytje shpirtin ton, me fut hamendje dhe dyshime, kur ne e përmendmi Allahun xhaleshanuhu kudo që t'jemi.